Fermerët e fshatit të Romës të bashkisë Mallakastër janë vërtet në hall të madh. Tonelata vaj ulliri të pashitur, lajthi, grur e elb kanë mbetur stok nga një vit më parë. Lajmi konfirmohet nga vetë banorët e fshatit, të cilët tregojnë thasët e mbushur me grur dhe elb, fuqitë e bidonët plastik të mbushur me vaj ulliri e thasët me lajthi që i kanë pashitur, edhe kur shkon ndonjë për të blerë, ata ua kërkojnë me shymë qesharak dhe pa leverdi. Por ne jemi në një kaos që çdo gjë e kemi prodhuar dhe nuk kemi marrë një lek, vetëm shpenzimet në kulëm. Unë praktikisht kam 4 ton vaj, 1 ton e kam koronel, tjatrin e kam një qot prantua, kalinjot, tashi unë ngela me dorë për pjetë. Fëmijët me ikën më lanë se s'kan të ardhura. Si që shikoni edhe vetë, kam edhe 5 ton grur. Meqaj, banori fshatit të Romës, kultivoj sot e 5 vjetë lajthi, kam edhe ullinqa, po kam 7 lyme gjysmë lajthi, po do këme rritu lajthit e do këme shtua prodhimi, po së vjetë më ka ngellëm për e fjellë pa shitu. Kam bërë 10 kuintal lajthi, kam shitu një 2 kuintale gjysmë lajthi gjithashti, ato i shita me 3.000 leka. Nësa në shi, dhe gjëva që qyshe i kërkoj me 2.000 leka. Unë me 2.000 leka nuk më leverdis që ti shes. Teksa bisedoj me fermerët, ata na tregojnë se jo vetëm ata, por edhe bashkëqatarët të tyre, për shkak të mosqitjes së prodhimit, i kanë shkullur vreshtat se nuk u shitej rushi e rakia, kanë shkullur deri në 4 dynym lajthi, ndërsa tashmë po fokusohen te blegtoria, duke qenë se sipas tyre nga prodhimet bujqësore nuk e sigurojnë dot jetesën. Po bujqësia e pata, sidomos unë pata u ktheva në emigrimi, kam punuar në emigrim, u ktheva bëra 3 dynym vesh, mira 2 kuntale ca raki. Dhe ashtë i kam këtyrë në vaj, e shkulla veshin se s'kisha e sa fare, nuk shkon të rakia, asë rushi. U detyrova e shkulla e mbodha ulli. Ta shi kam bërë ca baktia me ato baktit. Në këtë situatë janë pothuajse të gjithë fermerët e fshatit të Romës në bashkinë e Mallakastrës, ku ky fshat ka numrin më të lartë të drurve të ullirit mbjell në këtë zonë. Romësi që dikur ka pasur 400 banesa e tani banojnë nga moshat e treta, ndërsa rinia ka zgjedhur të largohet, duke mos treguar interes për bujqësinë.